kthehen brap, s'kam ku vetëm, se kemi pa dhe shmi dal. E do kthehen ke ky por. Kur thot Fred Valley, apo shi spiritu, në Fredi Shumer, kur një punë nis për keq, ajo përfundon në drejt. Dhe ai por, i Porto Romano, që bëhet më i vogël se Porti Durrësit, më i vogël, pani më. Do mbushet më i cekë, do mbushet me sedimente 10-20 emër shpejt Durrësi. Do dalë jashtë lojë, për dëmin do ta bëj. Dhe emrin e ka Dubai Durrës. Pas 10 vjetësh do vej vetëm Dubai. Edhe Sazani, e njëjta kompani. Nuk është asi që kryeministri jonë dekorohet me çmimin e mbretit mbretëreshe si Emmanuel Macron dhe fjala në Francë, një çmim në arab. S'është asi. S'është asi që to fjalën që do djalin do bëhet e bret. Sepse të duan të bëjnë pra, duke qenë arabo që fut në kuptimin e asaj që të sjellin pikërisht ata që duan të bëjnë si puna që Biloviçit uroni ju Sofia të shtetit turk, merrni ta shqiptar, kaq lekë, kaq ju japin ne pagojmë ne, kështu do të thotë atyre ku 100.000 apartamente e metrita fiku, sepse do vinë këta, plus shatra bosh, plus projekti maleve, që është projekt Lufitës, nuk është për shqiptar, plus Bregdedi nga Tongua, Putrin, i shitur komplet me sistemin, prandaj zoti profesor t'jap drejt, sepse me vërtet duket sikur ne jemi brenda një tempi që zonja Amina Bloli dhe përkallojmë. Ne kemi përtyrë zoti Piuli edhe me gjithë si bëm këtë rezolut gjetë kasionit që e menduam edhe në prurje, dalë gjepu edhe shumë gjëra për e parë. Sepse ka edhe mund t'ja tanë, por nësi ka edhe si thuan gjëra, po edhe kush ato. Pra, që ose e themi ne si rezolutën për Sanxhaku, Shqip-Anglisht, e Fimosku, nga kryetar, i këshillit kontar të shqiptarëve në Shept, e të vendosu nga shoqata Pisi, nga shoqata Dardania, vazhdojmë shoqata Cilla Kastriot, nga shoqata kemi këtu profesor Fitim Qaushi, për 2 javë, se nuk janë rasimor, profesor Gzimi, nuk është rasimor, që ne për 2 javë jemi gjyq me profesor Fitimi se vetë për një person, që quhet Vasotori, që ndonjëherë bën mira ja Gondalive, që i fot fundit e meritojnë një person, e quan polifonin, iso polifonin, ku 40 të mënqur polifonisë shqiptare, ose polifonia jo shqiptare që ka titullin e parë nga Imali Ramadan Sokoli, nuk është në kur iso polifonin, nuk është për kur një koncert me iso polifonin, nuk është thënë kur një mendim në libra, në muzikë, në festivale, iso polifonin, kur është e 4 shkallë, bëjmë një titull në padashën, futu, se që njëri nga një bëjt i titull, kur shkalla pana që nga Këthysi, Helsi, Marti, dhe futit Isua, e nga tele para iso polifonin, që e ka thënë ai, edhe Odiseja dëgjoi Sirena që rrenë syri, dhe thot bale, edhe Dalibej, pra edhe shqip Sirena, a i e bën greke, jam dhe një pisë gjyshve të mi grek, thot a i, një person, vënë loj, një popull. Pra nuk janë rasit. Bim ke 4 gjërat e bla, 5 gjërat e mëra që duhet i transmetojnë, se cili nga ne është libri, Armina është një stumullar. Po se cili nga ne është një pol, një pikë qendrore më vete, që duhet ta shpëndaj mendimin. Çfarë? Gjua Shqipe, gjua me vjetër në botë, 2023. Nuk ta i dhandi. Akoma që vatë Boshi, që duhet tane, nësut kesh frikë farë, thot që 1500 vjetë. Me që gjua greke 1500, gjua serbe 1500, vazhdo gjua latine 1500, s'mund t'jetë kjo. Po është. Gjua me vjetër në botë, e vërtetuam barojë të kapak. Vjen Ateneja me vjetër në botë, e vërë 13. 2. Do vazhdojnë. Elmeri me vjetër në botë, 8500 vjetë me lim, e thanë të trekto, u thanë 2023, ne vetë me puj. Po, të trekto, priti, po në qenga dhe plisi, vesha me vjetër në botë, po në qenga dhe lauta, në qenga dhe gjubleta, po në qenga dhe i gjë shumë e shenjë, që ta profesor, po unë vopë që nuk ka lasht tjera, për t'ja dhëmë të mejtë, që drejtatoj, që si rrenja i gjurës temi ne, edhe rrenja muzikës, s'ka rëndësi, është e Veriut, thot profesori, është e Elbasanit, është e Baratit, është e Gjakovës, është e Medvedit, ka një shtrat, që quhet shtrati Monitet, dhe thot në atë emision që ndiqeni, atë emision të profesorit, ku thot unitet në diversitet, sepse grekët akuzuan që shqiptarët janë më të vjetër në muzikë, por nuk kanë unitet. Profesori, 30 vjetë,
si që kemi marrë me gjunë, duke qenë inxhiniera, edhe kemi vërtetuar gjëra, ne nuk merremi si profesor, një fjala shëzaj roka, që të dalë sintaksa, dalë grama, dalë diftongi, s'merremi me dorë, ne merremi me ato që vlerësojnë të tjerë, edhe kemi një intuitë inxhinierike që i jep vlerë të kombit. Pra, doli dhe muzika më e vjetra po. Pra, nuk është rasti gjithë to elemente të kulturës bëjnë një popull që ta do ta çojë si indigjente e Amerikës, absolutisht. Ti mund t'jesh pak në Maqedoninë e Veriut, mund t'jesh pak në Preshevë, zoti kryetar, mund t'jesh pak në Pazar të Ri, por nuk quhesh minoriteti, si je kombëtar. Quhesh dot minoriteti, nuk ka mund të quhet Presheva minoritet, pavarësisht se 60.000 apo quhet 420.000 minoritet Sanxhaku, Pazari i Ri, po ti je kombëtar, që i ke lënë pikërisht sepse gruaja e Sinanit në vitin 550 kishte të njëjtën veshje me gocën e Medvegjës sot. Ky sinjali parë është nga Rethina dhe Shkupit, ky Konstantini Madh është nga Nishi, pra ai nuk ka problem që merr historinë, ai ka problem që merret me kulturën shqiptare, merr shkembin që ka histori shqiptare, kudo që ndodhet të trevat shqiptare nga Danubi deri në Krem. Ai nuk është se do Çamërin, ai do Epirin ose është shteti i parë në botë, Epiri, që udhëheqeshin me mbretër, po shpeshherë udhëheqeshin dhe me koinet, me këshilla bashkiake që zgjidheshin djemtë e princave dhe zgjedhjet ishin një herë në vit. Që do t'jetë model për ne sot. Epiri, udhëheqjes me këshilla, me një në vit. Pra, do t'i mbledhim gjitha ato fakte, do ndërtojmë një rezolutë, zoti ambasador, do na ndihmosh, zoti e solli erdhët vetë, dakor? Erdhët vetë, nuk është të ftohen pandasje, sepse dini, por nuk e dinim që ishte edhe kaq i qartë, jo si pjesa tjetër e qeverisës apo e njerëzve të tjerë, shqiptarët çan nuk akuzojnë. Por neve, po të kemi bashkë, një e dy, edhe mund të bëjmë diçka. Po të kemi bashkë, nuk ka për ne jemi bashkë. Ne si akademi 200 veta, po sidomos shembulli i zotit Tingi Bale dhe të tjerë që jemi neve, zoti Memi antar akademi, zoti Virtut, zoti Marcel, zoti Dod, janë shumë të. Që janë ata, edhe duke qenë bashkë, nuk ka top Allamani na kap. Nuk ka top kur të kapin pishollat, atëherë s'ka pas topi i sultanit. Prandaj, atë bëjmë të rezolutën, shqip anglisht, qofse për gjithë ka qoftë në bëmet më shqip, për institucionet tona që kanë shumë nevojë. Institucionet sepse del një fantos të boja, me emra ore bolli jemi inxhiniera, profesora nem, edhe ruajmë etikën. Ora çaj etikën, ai to torç, gjithë ka qoftë është mirë, dhe gjenjer. Kur ai vërtetoi privat fisi madh i lirë, ardhur nga mesjeta jo, ardhur nga antikiteti jo, që para antikiteti janë privat, edhe po e mbyll sepse nuk është të bëjmë ashtu njëri tjetri, por tash dërgoni lutem te Sazamburi, s'ka rëndësi në Stefani, e lëm të Sazamburi një mail, e shqiti Sazamburi që me dërgoni mendimet, si ku në të ri ty sa zonja Bada dërgoni mendimet e janë pasuruar, dërgoni lutem mendimet si t'jeni, si t'a ndihmojnë, zoti kryetar, zonjën Rami, ty, çështjen Preshevë, me drejt, çështjen Pazari i Ri, Sanxhak, o deri tek hapja e historisë. Po na gëlluar më vllai, ta them me fjalë fundit se s'mdurohet. Po na thanë ky që e ndau Shqipërinë në 1878, Bismarcku, Virtut, ke emri Virtut, ose mbaj dhe Risti Virtut. Edhe tha që Shqipëria dha shprehje gjeografike, një qofse nuk do kishte të shkruar gjuhën e saj. Populli shqiptar ka shkruar. Ne merr serbin, e quajnë që shprehje gjeografike, çerekun e fjalës, pa vazhduar 3 çerekun tjetër, që ishin 3 rishta, edhe ne sot dim Shqipëria është shprehje gjeografike, ka thënë Bismarcku, s'është as pak e vërtetë. Sepse kur i vajti Abdyl Bey Trashi me Mehmet Konicën, kur vajtën atje edhe zbuluan shumë të vajna tani që Shqipëria nuk është shprehje gjeografike, po e thon vetë. Pronari më i vjetër në Europë, Emmanuel Macron, gjua më e vjetër, dhe populli i fundit s'ka pushtuar kur, dhe nuk ka ardhur në askum, bani më, kur s'ka pushtuar s'ka ardhur në askum. Barova, faleminderit për jetën e Një propozim.